Përshëndetje, ja ku jemi sërish në një video tjetër dhe sot dua të përshëndes Altean sepse është ideja e saj për këtë video. Pra sot do të kemi Kinder Challenge, pra unë do provoj produkte nga Kinder dhe do t'ju jap review-t e mia dhe notat se si më duken këto produkte. Mezi po presa bëj këtë video sepse Kinderat janë goxha të shijshëm. Tani pa humbur kohë, ta vëm ripin e sigurimit dhe të nisemi. Do ju marr me vete në supermarket, do shohim aty bashkë se çfarë produkte do zgjedh, disa do i shohim, disa nuk do i shohim sepse do t'i shohim këtu kur t'i provoj. Shihemi te supermarketi. Tani sapo kam ardhur në supermarket, kam marrë edhe këtë koshin dhe do zgjedhim bashkë produktet e Kinder. Ka plot produkte Kinderi. Base do marrë edhe këtë vezën. Kemi edhe këtë kantin tjetër Kinder Ferrero, por unë nuk do shikoj nga Ferrero, do shikoj nga Kinder dhe më bëri përshtypje ky produkti këtu, nuk e kam provuar asnjëherë dhe nga paketimi duket shumë i shijshëm, kështu që po e marr. Tani jam përballë frigoriferit dhe do shohim dhe aty se ka dhe aty produkte. Mendoj që të marr këtë. Unë e kam provuar, por kam shumë kohë pa ngrënë, kështu që pse jo, edhe atë aty. Çmimet nuk po i them se ju ja i shikoni dhe poshtë, kështu që kemi këtë këtu. Kjo po ma e shumë, më duket si akullore. Fakt, kjo është ndryshe. Kjo është me këtë shtresën kështu si kek, ndërkohë që kjo është si çokoladë. Po e mendoj nëse do e marr dhe këtë. Po marr dhe këto dy produktet më të famshme të Kinder, këto Kinder Bueno, dhe unë jam e sigurt që nuk ka njeri që nuk i ka ngrënë këto. Kështu që nuk do shkonte video nëse nuk do merrnim produktet më virale të Kinder, kështu që po i marr dhe këto. Tani shkojmë të paguajmë sepse ka marrë shumë produkte të Kinder. Ja ku jemi sërish, mund ta shikoni edhe nga xhami që ka rënë shi dhe është një natyrë super e bukur, ka dalë edhe pak diell edhe pak shi. Kështu që pa humbur kohë dua t'ju them që unë i kam këtu të gjitha produktet e Kinder, i hoqa nga qesja sepse ajo qesja bën shumë zhurmë në video, edhe përderisa edhe unë kur editoj më bezdis, imagjinoni ju, kështu që kam vënë mikrofonin që audio të jetë sa më e pastër dhe ju të kënaqeni ndërkohë që dëgjoni dhe ndërkohë që unë shijoj këto çokoladat. Uroj mos ju hipi nepsi, por dhe nëse keni neps, shkoni dhe merrni ndonjë Kinder dhe ham së bashku këtu në video. Filloj me këto sepse këto si tip waferash kështu, unë nuk i kam provuar asnjëherë. Dhe mezi po prisja që këto të provoja. Nga paketimi duken shumë të mira, me kakao, me qumësht, janë 5 copë. Është kështu, kaq e vogël. Kjo ka nisur të shkrijë, po shikoni sa e bukur është dhe në këtë kohën me shi, duket sikur është dimër dhe jo pranverë. Rreth e rrotullosh me copë zavaferi dhe brenda ka çoko krem dhe krem të bardhë. Ja dhe kremi i bardhë, ja dhe çoko kremi. Ndërkohë të fshim edhe duart se çokoladat kanë nisur të shkrijnë këtu në makinë se është goxha vap, edhe pse bie shi, dhe do t'i jepja notën 10 me yll, super e shijshme. Kemi këtë vezën Kinder, që me sa duket dhe kjo nga përbërja brenda do jetë si ai vaferi, sepse ka këto si copës në figurë, ja. Janë këto si topa vaferi në krem të bardhë. Kjo është luka. Të shohim çfarë ka nga ana tjetër. Këtë që ka një lotër. Shikoni pak, Super Mario është kë? Sa e bukur, do ta varr këtu te makina. Edhe kjo luga që përdoret për këtë pjesën e çokoladës së bardhë lexon Kinder. Dhe marrim një. Dua t'ja tregoj edhe ju. Ku e kam brezin tim, kur hanim të vegjël, ato çokokremët që ishin në formë zemre, nuk e di sa nga ju kujtohen, më komentoni, dhe kishin çokokrem të bardhë dhe të zi. Pra, unë do ha dhe pak, por atëre nuk ishte kjo shije, normalisht ishte shije tjetër, jo kaq e mirë, por në atë kohë na shijonte shumë. Kjo veza më pëlqeu më shumë se sa vaferi, kjo notën 20. Me sa duket Kinderi nuk do na shgënjej të gjitha produktet i paska. Dhe kemi akoma kaq shumë për të provuar. Marrim mirë këto që ishin në frigorifer, se këto me siguri po na shkrin. Okej, kemi këtë këtu. Unë këto i kam provuar, por të them të vërtetën, kam shumë kohë pa ngrënë Kindera. Të vetmet që ham ndonjëherë janë këto Kinder Bueno, kështu. Pra, këto Kinderat e tjerë nuk është që i ham. Është me këtë përbërjen kështu si me arra. Brenda ka këtë kremin si karamel. Më shumë e shishme si akullore.
Gjithsesi nuk është që më pëlqen shumë ai kremi karamel, do më pëlqente shumë po të ishte ndonjë tip çokolate, kështu që do t'jap 9.9. Vazhdojmë me këtë tjetrën që ishte në frigorifer. Ta shohim brenda si do, se nga paketimi mua më pëlqen dhe me siguri ka nisur të shkrijë. Kremi ka një super aromë, ka si aromë vanilje, nuk e di me çfarë është, me mjalt, është shumë e shishme. Po t'i krahasoj të dyja, kjo më shijon më shumë se sa kjo, por varet nga shijet personale, sepse gjithsecili ka shijet e tij. Kjo 9.10, ajo 9.9. Duke njësoj, po janë shumë të ndryshme dhe dallohet qartë ajo diferenca, ai ndryshimi në shije. Nga këto të frigoriferit do ju tregoj pastaj se cila më pëlqen më shumë dhe cila më pak. Dhe në fund të videos, si gjithmonë, do japim çmimin e parë dhe atë që më pëlqeu më pak. Me këto detajet si rombe. Kjo në fakt janë shumë me ato kekët që janë me përbërje çokolate, me krem. Nuk është që është ndonjë shije wow. Janë shumë ato kekët e vegjël që janë 200 lekë 20 cent. Kësaj do t'jepja notën 7/8. Dhe kemi Kinder Pinguin. Më thoni ndërkohë nëse ju pëlqen audio kështu me mikrofon apo pa mikrofon, se di pse ndonjëherë mikrofonat më ngjajnë sikur është audio si e mbytur, jo shumë e qartë ose gabohem unë. Unë gjithmonë xhiroj me telefon, pa aparat, pa mikrofona, e bëj diçka të thjeshtë dhe editoj dhe hedh. Gjithsesi më thoni ju se unë mund të xhiroj edhe me aparat, mund të xhiroj edhe me mikrofon, e kam të gjitha mjetet edhe me dron. Kjo më super pëlqen. Edhe këtë e kam provuar shumë kohë më parë. Por këto kohë ka, mund të them vite që nuk I ha. Nga të gjitha këto që ishin në frigorifer, kjo më pëlqen më shumë, se kjo me të vërtet duket si akullore. Çfarë do ham tani? Unë them të pim një ujë se shkoi sheqeri shumë lart. Okej, nga frigoriferi kishim dhe këto. Me që u kujtova. Në Zvicër haja ndonjëherë si këto, po këtu në Shqipëri fare. Janë kështu me 2 copë, këputa 1. Kjo është edhe më e mirë se ajo Kinder Pinguini. Do të thënë përveç se shihet siç e ka ajo, ka këtë shijen e çokoladës që ka sipër dhe këtë pjesën që ka këtu poshtë me karamel dhe me krem të bardhë, është një kombinim super, sepse vetëm karamel mua nuk më pëlqen. Vazhdojmë, kemi akoma produkte këtu te kutia. Okej, marrim Kinder Crispy. Këtë Kinderin këtu. Ja, u kam thënë edhe në sfidat e tjera që kam bërë me ushqime, që nëse ka diçka nga gjërat e ëmbla që më pëlqen, nuk janë çokoladat, por janë waferat. Waferat kombinuar me çokoladë, unë ja adhuroj. Kjo është super e mirë, nota 10. Vazhdoj me diçka tjetër, okej. Kemi këtë Kinderin këtu, me çokoladë edhe besoj me fara, me tërshër. Nga përpara ka këto si gjethe, nga mbrapa pra janë ato fara, tërshëra. Ti e pa të ide në një çokoladë të shëndetshme. Pra është dhe çokoladë e ëmbël, por ka edhe këto fara, këtë tërshërën që jep shumë shije. Notën 9. Nuk jap 10 sepse e vere që është e ëmbël deri në djegje të fytit. Madje 8 do t'jap se edhe pse duket si një çokoladë e shëndetshme me ato farat me tërshërën, por jo, pas ka shumë sheqer. Kemi këto Kinder Cards. Pa koment, këto janë super të shishme. Për të gjitha kështu po them, por me të vërtet që këto biskotat më pëlqen shumë. Dhe si mund ta përfundoja sfidën, pa marr Buenot, pra Kinder Bueno, që janë në të gjithë botën nga më të shiturat besoj, sepse këto nuk ka njeri që nuk I ble. Okej, kemi këto Kinder Bueno të bardhë dhe kemi Kinder Bueno që janë me çokoladë. Nuk e di cilën preferoni ju, më lini në koment se cilën nga këto Bueno keni më shumë qef. Por që nga të gjitha këto kinderat, këtë kam ngrënë më shpesh, domethënë. Ka kremin dhe është kështu. Dhe të shohim këtë të bardhën. Kjo është me mbushje çokoladë të bardhë, që mua më shumë nga të gjitha çokoladat më pëlqen e bardha dhe jo e zeza. Kjo sikur të gërvisht. Ka këtë pjesën kështu, siç mund ta shikoni. Dhe në gojë ndjen atë ashpërsinë e waferit. Pra, është një super shije, po ja prish kjo ashpërsia që ka këtu. E di si më ngjan. Më ngjan si ato muret kur I suvaton. Edhe që nuk I lyen me bojë, që ngelen kështu, që nuk I patinon. E keni parasysh murin si me vrima? Ashtu më duket.
Nuk e di çfarë i kam bërë kësaj Buenos, por kjo është shumë herë më mirë se sa ajo e bardha. Ka një super kombinim në shije. Tani jemi në fund të videos, dua të zgjedh atë kinderin që më pëlqen më shumë dhe atë më pak, dhe dua t'ju them që po plas nga sheqeri. Kështu që t'ju them se cila më pëlqen më shumë dhe të ik në shtëpi të pi 1 kile ujë. Që nga e vështirë të zgjedh. Okej, çmimin e parë do t'jap kinderave që janë kështu si biskota. Duke qenë që unë pëlqej shumë vaferat, biskotat, me kombinime çokolatash, me çokoladë bardhë, kjo i ka të gjitha. Kështu që çmimin e parë e merr kjo dhe çmimin e fundit, ku do t'i japim çmimin e fundit? Kësaj, sepse kjo ishte me një ëmbëlsi që të diqte fytin. Kjo ishte video për sot, nuk e di si është dukur, por unë e kam zgjuar shumë, sidomos me këto gjërat e ëmbla që janë super të shijshme. Ju falenderoj për çdo koment, për çdo like që më bëni në video, për çdo mesazh që më dërgoni në Instagramin tim @jonavis_vlogs, dhe nëse nuk më keni aty, shkoni dhe më bëni follow sepse aty jam më aktive. Dhe njëherë përshëndetje vajza që më dha këtë ide, sepse e shijova pafund videon. Më lini komente të tjera për video që doni të shihni në vazhdim dhe patjetër që do marr një koment dhe do ta përshëndes në video të radhës siç po bëjmë video pas video. Ju dua shumë të gjithëve, puthje, paçi!